Dua ta mbyll me një premtim për një dek veçantë të turizmit, që ka të bëjë me gjuetin. Gjuetia në asnjë vend nuk ndalohet, por normohet dhe kontrollohet. Ndalimi i gjuetisë ka patur një qëllim, të ishte sytë dhe veshët e gjuetarëve nga mbushja e maleve, kodrave dhe pyjeve të Shqipërisë. Me ashash. Unë i kam dhënë fjalën kryesisë kombëtare të shoqatës gjuetarëve dhe dua këtu nga Vlora ta përsëris për cilin do, se do të anullohet moratoriumi për gjuetin, se ne do të normojmë sigurisht me norma europiane që kanë ekzistuar dhe më përpara, por që do të zbatohen në mënyrë rigoroze, gjuetin jo vetëm për shqiptarët, por dhe si një dek të fuqishme të zhvillimit turizmit. Sot, policët korruptuar marrin mijëra euro dhe vinë gjuetarët nga Italia, e dini ju, dhe vrasin pas një kriter. Kjo do marrë fund, moratoriumi do të anullohet, gjuetia do të lejohet përsëri, e normuar, dhe gjuetarët shqiptarë, zbashku me policinë shqiptare, zbashku me të gjithë ata që përdorin habitatet e egrat vendit, të gjithë do të jemi bashkë për të ndaluar të keqen më të madhe të vendit, që është droga dhe krimi i lidhur me drogën.